Fundjava në territorin e Shqipërisë do të karakterizohet nga një motë relativisht i mirë, sipas parashikimit të Institutit të Gjeoshkencave. Ky parashikim përkon dhe me vizitën e Papës në Tiranë, ku sipas profesorit Petrit Zorba, temperaturat do të jenë optimale nga 20 në 24 gradë Celsius. Gjatë kësaj fundjavë në territorin e Shqipërisë do të mbizotërojë një motë me presion të lartë atmosferik, pra masa ajrore të qëndrueshme, do të përcjellin temperatura në nivelin optimal, qoftë lagështia relative, qoftë temperatura do të jenë në nivelin 20-24 gradë Celsius, lagështia në nivelin 50-60%. Moti do jetë pa dukuri ekstreme, pak a shumë shkalla e komfortit do jetë në vlerat maksimale, tipike si dita e sotme do jetë edhe fundjava, qoftë dita e nesme, qoftë data 21 shtator. Për sa i përket vijimit të motit ditë në vazhdim? Pak a shumë kjo situatë sinoptike që ekziston mbi gjithë territorin evropian vazhdon të ketë vijimësi edhe në ditët e ardhshme të fillimit të javës që vjen. Instituti i Gjeoshkencave në parashikimet që disponon rezulton se ditën e njëjtë do të ketë rreshtje të dobët të shiu, por referuar websajteve ndërkombëtare, gjatë 21 shtatorit nga ora 8 deri në orën 11 në Tiranë, nuk përjashtojnë rreshtje të dobët të shiu.